Zubair ibn Awami shpesh herë natën e tij apo netët e tij i kalonte duke ruajtur shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile këtë edhe pa e lajmëruar fare pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dilte nga shtëpia e tij pas kohës natës, pas mesnatës apo dhe qëndronte duke ruajtur shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe haste që të takojë edhe shok tjerë, sahabë tjerë të cilët kishin dalë nga shtëpia e tyre me këtë qëllim. Dhe njëherë për herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa dhe i tha: "Çfarë po veproni?" Tha: "Ja Rasulullah, na shkoi mendja se ka mundësi dikush ta doni të keqe dhe ne jemi në gjendje lufte me kaset. Mos po e dërgojnë dikon që ka mundësi të dëmtoj ty, e po e rrujmë shtëpinë tonë." Pejgamberi alayhis salam fillimisht ja u aprovoi këtë dhe pasi që i zbriti fjala Allahu azza wa jall: "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas." O ti i dërguar, kumtoj atë që të ka zbrit nga Zoti yt. Po nëse vënohesh në këtë kumtim, dije që nuk je duke e kryer punën siç duhet, e që pejgamberi alayhis salam nuk u vënu fare. Pastaj tha Allahu: "Wallahu ya'simuka minan nas." Allahu ty të garanton që njerëzit s'kan mundësi të të dëmtojnë. Allahu të mbron ty nga njerëzit. Pejgamberi alayhis salam kur i zbriti ky ajet doli dhe i tha atyre që ishin pranë shtëpisë së tij: "Shkoni të qetë se Allahu azza wa jalla më garantoi që ai do të më mbrojë, do të më ruaj, askush nuk ka mundësi të më bëjë diçka dëm dhe keq." Dhe u shpërndodhen sahabët që qëndronin pranë shtëpisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të ruajtur atë. E Zubairi ka qenë nga ata të sot vullnetarisht qëndronin dhe ruanin shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.